Krismat e armëve në dasma vazhdojnë të dëgjohen në shumë pjesë të Kosovës, ndonse ato përbëjnë rrezikim serioz për jetën e qytetarëve. Policia e Kosovës nuk bën statistika të veçanta për të shtënat në dasma, pasi këto raste evidentohen sipas veprës penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, e paraparë me kodin penal. Sipas këtyre të dhënave të policisë, gjatë vitit 2024 janë regjistruar 1735 raste, në vitin 2025 1828 raste, ndërsa vetëm në 6 mujorin e parë të vitit 2026 janë evidentuar 843 raste. Në total, në 2 vjet e gjysmë janë regjistruar 4406 raste. Njohësi sigurisë Bedri Elezi vlerëson se përdorimi i armëve në dasma pritet një kërcënim serioz për sigurinë publike, pavarësisht nëse armët përdoren nga persona që i posedojnë me leje apo pa leje. Përdorimi i armës në aktivitete siç janë dasmat apo evente të ndryshme, jo që e prish kënaqësinë e atij organizimi, po në mënyrë drejt për drejt kanos sigurinë dhe rrezikon pjesëmarrësit në ato atubime. Elezi thot se bazuar në informacionet dhe aksionet e policisë së Kosovës, rastet e përdorimit të armave në dasma kanë shënuar rritje krahasuar me vitet e kaluara, duke shtuar se një nga arsyet kryesore janë dënimet që sipas tij nuk kanë arritur të krijojnë efekt parandalues. Ta nuk ka të dhëna rreth numrit të rasteve të cilat kanë ndodhur nga viti në vit, por mbas informacioneve dhe mbas asaj që neve kemi, nuk ka ulje, domos duke marrë parasysh efikasitetin dobët, performancën e dobët që kanë pasur institucionet e drejtësisë, duke shqiptuar dënime të ulta për personat që kanë përdorur armën. Sipas kodit penal të Kosovës, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve dënohet me gjop deri në 7500 euro ose me burgim deri në 5 vjet, ndërsa në rastet kur përfshihen më shumë se 4 armë ose mbi 400 fishek, dënimi varion nga 2 deri në 10 vjet burg, ndërsa armët konfiskohen. Përmes fushatës Feso me zemër jo me armë, policia e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që fesat familjare t'i shënojnë pa përdorur armë dhe të raportojnë çdo rast të shtënave, me qëllim parandalimin e incidenteve dhe ruajtjen e sigurisë publike.